Ish trajneri kombëtar Sedi Reja analizoi së fundmi ecurinë e kombëtares shqiptare teksa nuk i kurseu elozhet për djemtë kuqezinj. Ai zbuloi disa prapaskena interesante për disa lojtarë që tashmë janë pjesë kyçe e ekipit. Në intervistën e dhënë për Klan News, tekniku italian ndër të tjera deklaroi: "Kam shumë interes sepse pjesën më të madhe të lojtarëve janë nga mua. Edhe dje ndoqja ndeshjen, janë djemë që janë arritur me mua dhe tani janë akoma më mirë se atëherë. Janë më të rregullt, më të pjekur, me eksperiencë, tani janë në momentin e tyre më të mirë." Unë e pash ndeshjen në Serbi. Kishte lojtarë të nivelit të lartë si Pavlović, Kostić, Mitrović, Samardžić, Vlahović, një skuadër me vlera të mëdha. Shqipëria ja doli sepse luajti si skuadër, Serbia luajti në mënyrë individuale. Nga kjo anë mendoj se skuadra është rritur shumë. Trajneri ka merit për këtë skuadër. Tani ekipi ka arritur pjekuri, kjo u pa dhe ndaj Serbisë. Shqipëria luajti me personalitet, të gjithë kanë bërë një lojë të mirë për të pasur rezultat. Nëse Bajrami do të kishte shënuar në fund, do të ishte diçka entuziaste. Skema 4-3-3 është një skemë që tani përshtatet shumë mirë për karakteristikat e lojtarëve që ka. Trajneri e ka modeluar në mënyrë ndryshe dhe ja ka dalë të ketë rezultate. Duhet të bëjmë komplimente Silvinjos. Unë i kam përgatitur lojtarët për të sjellë në nivel të lartë të Shqipëria. Silvinjo e ka kompletuar punën. Janë të gjithë djemë që unë i njoh dhe tani kanë arritur pjekuri. Besoj se mund t'i japin më shumë kënaqësi Shqipërisë. Kjo është ajo që unë uroj. Skuadra është e vetëdijshme për mundësitë që ka, duhet edhe fat në short. Nëse takon një skuadër më të topët, është më mirë. Kjo skuadër e ka treguar veten me Polonin, është normale, me Anglinë dhe Francën është e vështirë. Në këto situata është shumë afër. Unë isha afër, por nuk ja dolëm. Uroj që Shqipëria të shkojë në botror. Nuk ka lojtar të rinj në këtë kombëtare, ishin të gjithë me mua. Janë të gjithë që kanë luajtur me mua. Kush janë ata që kanë thënë se Silvinjo ka marrë lojtar të rinj? Asani ishte zbulim i ri, Shehu dhe Hoxha që luante Dinamo. Këta ishin lojtarë të rinj atëherë kur isha unë. Kam nxjerr 50 lojtarë te Shqipëria. Më duket e çuditshme, ka zbuluar lojtarë të rinj. Unë kam respekt për Silvinjo dhe nuk dua të mos duket. Pas periudhës sime ai ka bërë rritje maksimale për skuadrën, por të thuhet që ajo skuadër që fitoi në Serbi është një skuadër me lojtarë që kanë qenë me mua. Ka merita të jashtëzakonshme Silvinjo, por janë lojtarët e mi. Nuk është as pak e vërtet që do thuhet se janë lojtarë të rinj. Broja me mua ka luajtur. Kisha lojtarë të tjerë që mund t'ju jepja mundësinë. Rëndësi ka që lojtarët të luajnë me zemër dhe të luajnë për fanellën e Shqipërisë. Strakoshën e bëra që të luaj dhe ishte ardhmja. Me mua një herë luante Berisha, një herë Strakosha. Mosha ikën, duhen parë dhe të rinjt. Janë të gjithë lojtarë shumë të mirë. Jemi të lidhur me një raport të mirë. Aslanin po ashtu e mora unë. Ishte duke firmosur me Italinë, fola me menaxherin dhe e bëra të kthehej në Shqipëri. Punova një vit që të vinte. Mita i po ashtu, donte të shkonte të luante për Greqinë. Unë fola me babain e tij, ai donte ta çonte te Greqia. Një meriti shkon dhe grupit tim që i bindëm. Tani janë të gjithë të pjekur dhe po luajnë mirë në skuadrën e tyre. Silvinjo është shumë i zoti, i bëj vetëm urime për të ardhmen. Ka treguar se ka aftësi dhe cilësi për krijimin e një grupi. Këta djemë i uroj të gjithë dhe janë shumë të mirë. Trajnerët italianë janë më të përgatitur, jo vetëm në Shqipëri, janë kudo. Trajnerët italianë janë shumë të përgatitur. Ne kemi kulturën e punës, kjo është bazike. Në Shqipëri më ka pëlqyer peshku, në Durrës më pëlqente pica. Ushqimet shqiptare janë të mrekullueshme. Tifozët i qëndrojnë pranë skuadrës dhe të bëjnë më pak kritika, sidomos gazetarët që janë shumë kritikues, deklaroi Reja.